Qytetarët të zhgënjur nga mungesa e korrektësisë në lëshimin e dokumenteve të pronës kanë denoncuar burokracitë dhe mohimin e shërbimeve bazë në portalin qeveritar, për çka drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhobelli nuk duket se vëuj në zjarr. Denoncuesit të shokuar nga mungesa e përgjegjësisë tregojnë se si paguajnë shumën e konsiderueshme të parave të kërkuara për dokumentet, por afatet kalojnë pa marrë asnjë përgjigje ose dokument mbi kërkesat e tyre. Me të drejtë ata zbulojnë se shërbimet elektronike që reklamohen nga qeveria si lehtësuese, shkurtuese të kohës apo një faktor mbi uljen e korrupsionit, kthehen në fakt në një mur të pakalueshëm pengesash burokratike. Asnjë zyrtar nuk përgjigjet në numrat e vënë në dispozicion për ankesat ose në adresat e emailit të agjencisë qeveritare pronaime@ashk.gov.al, sipas raportimit. Në një kohë kur shërbimet e teknologjisë dhe platformave elektronike janë promovuar si mundësi për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur efikasitetin e administratës, dështime si këto kthehen në reflektime të dështimit të procesit të digitalizimit në Shqipëri ose përdorim të justifikimit për qëllime të tjera. Qytetarët meritojnë transparencë dhe përgjegjësimë nga shteti për të marrë dokumentet e nevojshme për pronat e tyre, pa kaluar nëpër burokraci dhe pengesa të panevojshme.